Gjimnazi Sami Frashëri i Belshit ka shkëlqyer sërish në arenën sportive duke fituar kupën në volejboll në finalen e edicionit të tretë të ekipeve sportive me pjesëmarrjen e shkollave nga i gjithë vendi. Djemtë dhe vajzat e shkollës u paraqitën me përkushtim dhe profesionalizëm në këtë aktivitet sportiv, duke dëshmuar se sporti është një pjesë e rëndësishme e jetës shkollore dhe komunitare në Belsh. Për të dytin vit radhës, ekipi i volejbollit të gjimnazit të qytetit u shpall kampion, duke vullosur një traditë suksesi dhe duke përfaqësuar me dinjitet jo vetëm shkollën, por edhe të gjithë qytetin dhe bashkinë e Belshit. Ky sukses ka sjellë entuziazëm dhe krenari në komunitet, duke dëshmuar se arsimi dhe sporti ecin krah për krah në ndërtimin e brezave të rinj të angazhuar dhe të talentuar. Belshi, i njohur për natyrën e tij të pasur dhe 84 liçenet piktoreske, po bëhet gjithnjë e më shumë një emër i njohur jo vetëm në turizëm, por edhe në sport e kulturë, duke afirmuar veten në evente kombëtare si një qytet që promovon vlerat e shëndetshme dhe përfaqësim dinjitoz.